Shikues të respektuar të televizionit Tuskana, mirë se vini në emisionin javor ku janë kërçovarët. Ku në kuadrë të këtij emisioni ne kemi musafir kërçovar që nuk kanë jetuar në Kërçov, por mendjen çdoherë e kanë pas tek Kërçova, por edhe kontributi i tyre ka qenë për Kërçovën. Sonte musafir në studion e televizionit Tuskana është doktor Nazmi Mehdiu, radiolog penzion nga fshati Zajas, ku një kohë të gjatë ka qenë në punë si mjek në Prishtinë. Doktor, faleminderit për kohën që gjetët që të vini në televizionin Tuskana të flasim pak për jetën e juaj. A mund të thoni kur është i lind doktor Nazmi Mehdiu? Kam lind në vitin 1941, ndoshta edhe 40, se si afër janë, si marzvjetëve, në Zajas. Ku e kryi shkollën fillore? Shkollën fillore e kom kryu në Zajas, ke shtëpia gjatë Demit. Pjetunjelli? Jo, aty, afër. Afër Zajas tjetësi është. Po, aty e kemi kry 4 vjetë, bile një 2-3 vjetë aty, edhe përfundimin e kemi pas këtë tjetësja, këtë shkolla, këtë gjamëja. Doktor Nazmi, kur thu shtëpia gjatë Demit, do me thonë i bi që ai shtëpinë private kishte lëshuar për shkollë? Shtëpi private. Aty kam punu, klase pare, dyta, gati deri të tretën. Sa të përkushtu pas kanë qenë, do të thonë shtëpinë private kanohen që vetëm të mësojnë të rinjt. Po, të kryhet. Më pastaj? Më pastaj, duheshte me shku në 8 vjeçare. 8 vjeçarja ishte ke tuneli. Si ta dish? Po. Ajo është një 3 kilometër për aty. Për Zajas tjeqës. Atje kemi kryu edhe 4 vjetë qera. Më ka viti 1953, e kemi fillu 8 vjeçaren, se njerë një kohë nuk e kemi vazhdu, një kohë. Për shkak të mungesës e kuadrit, nuk ishte kuadr atje. Edhe s'kishte edhe 8 vjeçare? Nuk ishte edhe 8 vjeçare, po. I do të thonë ju mbasi kryt klasën e 4 pushuat një kohë, derisa e me 8 vjeçare. një vjet, 2 vjet, u pushoh. Disa pak në ma shumë derisa u më jodhën kolegët që kanë punu aty në 8 vjeçare. Në krye me Bafter Çarzimin. I dërgom është i vogël. A ishte mësus atë? A ishte mësus. A ke fillore, a kemi punu me Regj Rushit Zajasin. Edhe atë kishit mësus? Atë kishë mësus. Po. Edhe disa tjirë, prej kësa janës tjetër, dhe të thëmë për Arangjeli, për Sërbice, ka si mësos kanë punu. Në Zajas? Në Zajas. Dhe doktor, ju mas e kryt klasën e 8, vazhdu shkollimin e mesër. Si vendosi familja njerë të dërguj me që e dim në atë kohë ka qenë bujqësia, blektoria, interesi për t'i dërgu në shkollë ka qenë maj vogël në për familjen, për arsye se ka ndash t'i kenë kratë të punëve në shtëpi. Ashtu. Tek ju, si që e kjo situatë? Baba im i ndjerë e donte shumë shkollimin. Edhe vendosi që njëni prej djemëve, që i visha unë në rend prej Perzve, unë isha dikon i 4, i 5 një vlajim ma i vogël Fetiu. Profesori, Fetimediu. Po, Fetimediu. A i tha, kush do të vazhdojnë shkollën e mesme? S'kishte mundësi të dyve të dërguve? Nuk kishte mundësi, atëherë nuk ishte mundësi të ishen të vogla, shumë vështirë ishte. Po, edhe a i tha, ma dha rendin mu, tha, anë e parë me shkujnë kjo vëllau jonë, e masandej. Edhe masandej erdi koha edhe ati, edhe atë baba, ma 7 vjetë ndërprerje, edhe ati ja dha mundësin të krynë edhe aj shkollën e mesme. Sidomos që i fillojnë në Prishtinë. Do e thonë,
ju u regjistruat. Vullneti i babës ka qenë i madh, po mundësit shumë të vogla. Vullneti i babës, se edhe tjerë ka pas që kam pas dëshirë me u shkollu, po nuk kanë për shkak të kushteve, për shkak të rrethonave që s'kan mund ta vazhdojnë. Kishte nxanës të mirë, doktor, që mësonin, a? Kishte, ka pas nxanës. Dhe ju ku regjistru shkollën e mesme? Shkollën e mesme 1957, po, 57. Ku regjistru të... Në shkollën gjimnazin e Plut në Tetov. Gjimnazi përgjithshëm. Ashtu i thoshën, po. Gjimnazi përgjithshëm, gjimnazi Plut. Dhe ju jetonit në Tetov. Atë kohë, atje po, atje dushte, në zëmanesa private, e filluam atje, edhe deri në përfundim që aty e kemi këllë në Tetov. Në atë kohë... 1960 e kemi këllë. 1960, në atë kohë kemi dëgju, ma tepër kanë kry për mësues. Ka pas nevojë, ka qenë një nevojë madhe e vendit për mësues, po për mije ka qenë shumë numër i vogël. Si u lindi ideja, kush që do të thonë iniciatori që ju të vazhdoni mjekësinë më pastaj? Po iniciator, baba ka qenë, përsëri. Edhe vllaznit po baba. Se fliteshte që në gjimnaz të Plut duhet të krysh edhe shkollime tjera. Edhe ai më atëherë tha, mas jashtë rendi të studiojsh për mjekësi, atëherë mund është t'ja nisim. Mundemi t'ja nisim. Të pravuë. Me përvojë. Pa. Se unë kam dasht me u punësu si e kreva shkollën e mesme. Dikun në Shkup, një cërni vërh i thoshën aqi, Karakotinca, që të shkujtë ashtu. Mirë po baba tha, do të ndihmoj zoti, ma shko aqe, po ta fillush ta provojmë me këtë mjekësi. Edhe unë regjistrova 1961 mjekësin në fakultetin e mjekësisë në Shkup. Drejtimi? Drejtimi ka qenë i përgjithshëm njerë. Po, se ka pas edhe stomatologji, po unë kom qenë drejtim përgjithshëm. Do të thënë kryet fakultetin në Shkup, fakultetin në Shkup në Macedonisht. Vetëm edhe një sens e interesant, do të thonë, vullneti i babës juaj, nuk u ka thonë, e po mirë, çka ke mundësi me u punësu, punësoju, dhe shohi më pastaj të interesuar materializmi, do të thonë, nuk i ka interesu paraja, i ka interesu dija e fëmijëve. Me kry, po. Me kry fakultetin gjithçysh, se me besimin në Zotin thoshte do të hapë Zoti. Se atëherë mundësit kanë qenë të dobta. Nuk ka pas mundësi fort. Sidomos një bujk me qurë të shkollohen në fakultet. Edhe në vitin 1960 u regjistruat. Sa ishte ronë të regjistrohet një shqiptar? I regjistrova. Po nuk e di, ka pas 5-6 kandidat. Me Macedoni e me Kosovë. 5-6 ma shumë nuk ka pas. Që ta u regjistruam ne, edhe vazhdojmë. Si kujton jetët si studentin mjekësisë, doktor? Po, më kujton si sot, më kujton profesorët që kanë qenë, që kanë punu herën e parë, menojmë si fillohet me anatomi, me ato djekët fillestare, e deri në ato qirat me intern medicine, me nukleare, me qëto, deri në përfundim. Si selëshin profesorët me ju? Me që profesorët gjithë Macedonës ka qenë? Macedonës bile edhe Sërb. Mandej filloj kuadri Macedonës.
ka dalë me unis me kuadër Macedonës. Ata ishin sërb të Vojvodinës. Karakasha, nuk di Dëqire, një Stankovice, një... Si ishin, qa qedhe kishin? Mirë kanë nështë. Si profesorista. Mirë kanë monu, si profesora kanë shqo veç dijenin. A mundesh. Ka pas do Ruzha Werner, do Babamova, nuk di të tjerë, në ta lëndët filestare, se mande nisin lëndët tjera të asaj mjekësisë. Interna e. Dhe ju kryt fakultetin e përgjithshëm, sa vjet ishte në atë kohë? Atë kohë ishte 5 vjet u bo. 5 vjet. Për ndryshe 6 ishte për para. Për atëre bon 5, e mande u shtohun edhe ato tjere të bon 6 vjet, 7 vjet, deri në diplomë. Mirë, do të thonë fakultetin e kryet mjekësi të përgjithshme, ju? Të mjekësi e përgjithshme. Më pastaj, basi kryet fakultetin, ku u punsuat, a më njëherë vazhduat në specializim? Jo, me njëherë u punsova edhe atë në Kosovë, në Drenicë, në të regjion e Drenicës. A që kishte mungjes të kuadrave, nuk kishte kuadrat vendit hiq, edhe aty unë shkova si mjek. I përgjithshme? I mjek i përgjithshme. Sa punove aty? Që është e pazavendësueshme, sidomos me fillimin kur fillon, merr një ma shumë dijeni për asaj, kur pavarësohesh ti në punën tënde, edhe mandej punum një 2 vjet. Hiq ma shumë 2 vjet. Si mjek i përgjithshëm? Si mjek i përgjithshëm. Si u prejten ajo popullata që me që jenë një ndër të parit mjek shqiptar? Po. Edhe me do kolegë tjirë të asaj anë menoj pi Prishtine, pi Vushtrije, kanë qenë që kanë krynë herën e parë që krynë. Dhe si u pritën popullata, doktor? Po, me popullata në priti shumë mirë, se me të vërtet, dushte me punu si mjek, dushte me u pavarësu me një fjalë, që atë dijeni që e ke marrë në fakultet, aty kishe raste me i përdorën praktikë. Se ju i një ndër mjekët e parë shqiptarë që keni kryer. Po e men me ato të paret kom qenë, se edhe ata pi Kosove ishin që ato, që mande fillun në formimin e Universitetit të Kosovës. Dhe bas asaj, aty punohet 2 vite. Më pastaj? Më pastaj e zgjodha, thash, për specializim. Për specializim, se mundëshen specializim, kishte, në të gjithë degët kishte mundësi, unë e mora këtë radiologi. Pse, doktor? Rengini e mora. Ma deficit ishte, se nuk kishte as një kuadrë, kishte veç 2 profesora kishte, që ata këshën kry radiologin, me në Eshref Biçaku edhe Baraktari, Qemal Baraktari, që ata kanë qenë të parit. Ku kanë qenë kuadrat tjera, kanë qenë prej sërbëve. E dim pse boj këtë pyetje, me që radiologjia tek shqiptarët nuk ka qenë si një profesion që e kanë studiu. Për në Kërshov, edhe sot e kësaj dite nuk e di në Kërshov, përveç juve që kënë qenë radiolog, ka ndonjë radiolog shqiptar i Kërçovës që ka vazhdu këtë drejtim? Është drejtim me pasuja, si mas asaj pune, të merresh me rrezet e rengin. Me thanë drejten. Po unë sikur u vërtetu kështu në jijet, e shoh që a dasht me pas një farë discipline, me indigju profesorët që spjeguajnë, se ata thoshin që duhet me u mbrojt për e rrezeve X, jo me u hik, po të mbrohej. Se
ai vetë Rengeni që i ka zbulu rrezet e Rengenit, ai ka vazhdu deri në 7-8 vjet. Edhe dikur shkon. Dhe ju regjistruat në specializim në Shkup. Në specializim. Përsëri në Shkup. Menoj në Prishtinë, për Prishtinën, po në Shkup. Po. Në atë kohë fakulteti i mjekësisë nuk ishte në Prishtinë, nuk ishte specializim. Që atëherë filluoshin. Dhe ju përsëri u kthy tash në Shkup dhe me kry specializimit. Radiologjin, profesor ka pas, një ka qenë Macedon, Tevqef ka qenë, po mas aty në para ati kanë qenë tjerë me nëj. Kanë qenë jo Sërb, jo Kroat, një profesor Novak më kujtohet, a i mater punohen të aty. A e kështë hapë që specializohet radiologjia. A kishit problem në pranim, doktor, në atë kohë? Për me u pranu në specializim? Në specializim, nuk ishte fort probleme. Nuk ishte. Edhe në atë kohë, interesi ma i vogël ka qenë në radiologji. Ma i vogël. Po. Ma i vogël. 3 vjeç zbilje. 3 vjeçarës gjatë. Në fillim ka gjatë 3 vjetë. Më ndej u bo 4 vjetë, edhe aja bo tash qështu. Dhe ju specializuat në Shkup? Në Shkup. Pas specializimit? Pas specializimit u ktheva me punë në Prishtinë. Në qytetin e Prishtinës. Qendër universitare atër u hapër ata, edhe aty e fillova. Deri në fund tjetës. Në cilin vit atë kujtohet? Aja ka qenë 1974. 74, ju jeni pësu. Po. A njiheni si themelusi radiologjisë? Themelus kanë qenë ma të vjetër prej meje, e Shref Biçaku edhe Xhemaj Baraktari. Këta 2 janë më të vjetër. Po, ata janë ma të vjetër. Ju i bit vini i treti mas aty? Unë mas aty me i treti. Po. A këta i gjetët aty në punë, ta 2 mjetë? Po, deri në fund. Edhe në fund ata mendoj e mbarun, mendoj qasë gjatë i jetë atyne, edhe ata shkun, unë jam gjallë dhe sot. Doktor, a mund në thoni, si ishin kushtet e punës? Kushtet e punës kanë qenë të mira, se i dhanë përparësi Universitetit të Prishtinës, e pajisën me aparatet më të mira të asaj kohë. Për Gjermanie. Se dire atër ka qenë aparatet vjetra. Atër ata u pajisën me aparatet më të mira, jo për ente gjakut, jo për të ndryshme. Doktor, për në Kërçov, do të kështë dash të bëj një pyetje, para se të dalë në një temë tjetër, sa ishte vullneti ju në atë kohë që të ktheheni në Kërçov dhe të kontribuani këtu si mjek? Apo mundësit, dhe të thënë, nuk vajepnin këtu që të punoni? Në atë kohë ka qenë një radiolog Macedon për Kërçov. Pika Reshtani, po jemi të shte momentalisht si ashtu ti. A i ka qenë, ma ndë e tjerit, nuk ka pas nevoj me pas një radiolog, ka qenë mjaftueshme. Kështu që nuk kemi tentu me u punësu këtu. Sa u mungon të Kërçova, doktor? Me mungu, na mungonte. Se tjetër e kur e kry ma specializimit, punon në vendin tënë, tjetër është ku shkon në vend të huj. Dhe thonë, ju punonit në Prishtinë, po mendjen përsëri e kishit në Kërçov. Menja, me siguri që ashtu sa ishim të reji,
që ajo ka qenë dëshira ma madhe, që të punësohemi edhe në Kërçovë dhe të kontribuani për Kërçovën. Dhe ju në shtet nuk patët mundësi ta bëni doktor, po privat bëhet një investim në këtë drejtim në Kërçovë dhe ka vitit 2000, mos gaboj e hapët edhe një këtu kishit privat. Gjësi private e përvova edhe atë. Po. Pse e buhet atë? E buhet për nostalgjisë që kishit për Kërçovën, doktor, që ti ndihmoni vetëlindjes? Të punojnë në vendin tim. Ajo ka qenë ajo e para. Të provoj të shoh të punoj në vendlinjen time. Po përsëri kjo o lidh me atë që ju gjithkohën mendjen e keni pas për Kërçovën. Pra edhe investimin e bëhet Kërçove, jo në Tetove. Menja kuptohet që gjithë një ka qenë në vendin tanë tjeshtë punojsh. Doktor, harum në një pjesë e kalum në pjesën e universitetit. Ju përveç se që keni qenë specialisti radiologjisë, ju keni qenë edhe asistent. Po, kam qenë asistent i lëndës radiologjisë. Gjatë gjithë kohës që kam punu si asistenti lëndës radiologjisë. Sa keni qenë edhe pjesë e stafit arsimuar të Universitetit Prishtinës. Bile, pak përvoj kam marrë aty, se me të vërtet, kur i ljenat kuadrin e atyre që ti i shkollon, ishën shumë ma të vlefshme se gjitha të tjerat. Me të falenderu, për shembull, një që mjek që i ke majtë ushtrimit e kjo ajo, këm pas asi rastesh. Ishën minjosa. Minjosa kanë qenë, edhe shumë bile. Kështu që më ndisë zurat të provoju në do gjona si është ti është i smurë vetë e si është të t'japin di në zësit to. Kom pas rast që më kanë dhanë më në zësit pi. Kom pas dhimtët me kitë spinalin, lubalje, ashtu. Ma kanë bërë operacion në zësit e mi, që në Prishtinë. Edhe me sukses, edhe sot e këtë ditë, pa dhimë, pa kur qa. Dhe thënë është kënaqësi. Kënaqësi ishte vërtet. Se edhe ju e gjithashtë që kemi punu, e dinë se ndryshe profesorët, ma ndryshe ma afri kam pas, po edhe se asistenta, ata na janë falenderu ma shumë. Kam pas edhe do që janë bo neurolog, do janë bo neuroradiolog, janë bo që e kanë dhënë ndihmën konkrete ta. Do e thonë, kujdesi i veçantë dhe përkushtimi, ja që dhe thënë, kontributi ju një mjekësi, jo që ka shërbi populata, po ka shërbi edhe juve. E tash, pyetja që ka du të bëj, doktor, me që radiologjia është pak problem edhe me orarin. Sa nëse që të thirrën edhe jashtë orarit për nevojat, jo thyrjet të këmbëve ose incizime dhe ju t'i përgjigjeni? Kishte në fillim, sidomos, shkojshim edhe në teren, në vende më të larta, si për shembull Vushtëria, që është më afërt e Mitrovice Veriut, që dushte të shkojmë t'i mbajmë edhe ata lagje. Shkoni se s'kishte në atë kohë mjek? Nuk kishte mjek. Po. Thonë ju, ishit pjesë e ekipeve mobile që po, që shkojshim. Menoj me Prizrene, me Gjakove, me dushte të shkojnë t'i majmë ata. Ferizaje. E një prej kolegëve unë, në zonës vetë mi, që ku majtë ata ushtrimet, ka qenë një fartelat gjinolli, a ma ka bërë operacionin aty. Me përgjigje se unë i kom bërë pyetje, çka do të bëhet me mu, se fjalët lushin që mund të mbetesh sakat, mbas atij. A i tha, për sakat, tha, mund të delegoj, tha. Nuk keme me sakat.
E bëni operacionin e erdhë më pyti, ma si e kërë operacionin. Po tash s'kom e mora hoftën të qomë kam. Rej tha amon, rej më një kohë të rejsh këtu, dheri sa të shërosh, ma sa dhe tha mund është levizish. Që njeriu edhe nuk mund të rejnë fort, edhe i pa lëviz shumë një vend. Po. Doktor, sot ku gjinde doktor Nazmiu? Sot doktor Nazmiu në penzion. Gjindet e në pushon. Nuk vazhdojnë më të shkojnë edhe të punojnë si mjek edhe radiolog. Jo. Ju punu në Prishtinë, po jetonin në Prishtinë? Tash jeton në Zajas. Po. Dhe thënë ajo që ju çdo herë keni pas Kërçovën, ju në fund edhe e realizuat me atë që sot... Po, të kthehem ke vendi im, të pushuj ma mirë, me njështë e mi. Po. Sa je i kënaq, doktor, që e këthy në Zajas? Po, jam i kënaq se mjaftash kur shqyqy, veç e rrethinin kur shqyqy, e njohshme është ata kodrat e krete, fshatrat e... Që të kanë mungu për gjithë kohë? Kanë mungu. Janë mungesa. Po, kanë qenë nevojat që u kanë detyru, doktor? Po. Nevojat. Nevojat detyron. Edhe kjetë që tash emocionin e shpre na që të ka mungu, dhe thonë, me siguri me lotë sy ke shku çdo herë kur ke shku për Prishtinë. Po thuj se po. Çto ka qenë? Kjo dashuri për vetëlindje, doktor. E tash, nuk është largë. Me kushtet të tashme është edhe ma afër Prishtina, se përpara. Se përpara 3 orë, ose ma shumë bonjshe. Tash tash për 2 orë, shkon në Prishtinë. Po. Doktor, këtu i ke edhe disa foto. A mund pak të na shpjegosh për fotot që i ke zgjedh? Që shqeqioni djeqares në Zajas. Që më thonë këtu? Po. Këtu është ky Sabahudin Ajdini ka qenë i Dibrës ka qenë, edhe ne. Sabahudini mësos ishte? Aha, mësos ishte. Që 3, 6. Qash zanës? 6 zanës ka pas të djeqare. Zajazi. Po. A kjo të djeqare ka qenë me gjithë Greshnice, gjithë rrethin e... Po, hemen, me gjithë, përveç Sërbicës kënej. Po, ata kanë pas pa herët. Po, ata kanë pas të parën e kanë pas. Po, shkollë mesme është Prishtinë, në Tetov, këto me kolegët që kemi qenë, ku u krym 12, janë krya, a ka pas 30. Ku jenë regjistruar? Ata qerit shkojnjën jashtë. Nuk mundeshin të vazhdojnë. Nuk ishte tolerancë. Nuk ishte, tolerancë nuk ishte. Si ke Macedonët, si ke Shqiptarët. Që ata që ashtu që ata dushtet. Këto janë prej studimeve në Shkup janë, prej kolegëve që kemi qenë gjenerat. A ma amen dhe një kolegë këto, doktor? Do i majmen. Bilenjini si duket është agron Pustina është i Dibrës. Po, se vaj kreu në Tetov. Po. A gjenerat ishit? Gjenerat ishim. Edhe këto tjeri do kolegë, ka një Stojan Liqoski, ka qenë këtu ka punu bile. Prej këtu dikun, prej këtu në katundeve poshtë, Karbonica anej. Po, ka punu Stojani. Këto janë në grupë me mu. Edhe... Këto janë specializantët? Specializantë. Po. Edhe këto janë specializantët, po, kur krym një farë, ashtu... Ceremonie. Me ato... për stash praktik ishte, në ginekologji, duheshte me flet aty, për me marrë përvoja pak sa do kudo për radiologjisë. Këtu bile ka, është jam edhe unë, pa është edhe një tjetër strugan tjetër, një kaliq, një
në gjatë Kaligji, të ashtë janë ashtu Amerika, këto është një Aziso Dolli, e të tjerit janë disa Macedon, disa Sërb, disa. Pa. Edhe këto grupin punus në këtë radiologji, në atë në Prishtinë. Po kjo është foto pak ma... E vonshme është. Po. Këtu keni dalë dikun aty kemi shku, po dikun ka rrugova aty që kemi dalë. Sa kishit aktivitete kështu që dinit aspekt kolegial, doktor? Po. Doktor, faleminderit për kohën që gjetët edhe pse pak do me thënë mosha bën të veten. Faleminderit që erdhët nga Zajazi dhe folën pak për jetën e juaj, por edhe për punën si radiolog i parë, po pse jo edhe për atë që çdo herë Kërçova ka qenë në mendjen e juaj. U faleminderit edhe juve, se dikun ka 80 përmbit, 84, 85 aty, sillet. Numra janë, doktor, numra janë. Numra janë, po masi Rengini nuk ka mund t'i mërin, por në 78 vjetë, në rënjiet, edhe profesorët tonë na që të jeni të disiplinu me këtë degë. Jo t'i hiksh punës, po të punush sa të mund është të mbrosh. Qa ju ishte? Faleminderit. Shikues të respektuar, ishte me ne doktor Nazmi Mehdiu, radiolog në pension, me të cilin folëm për punën si radiolog, një ndër radiologët e parë në Kosovë, për Kërçovë gjithsesi si kërçovar që mund tjetë edhe i vetëmi, se edhe sot e kësaj dite nuk e di që të kjetë një radiolog që punon në Kërçovë, ku dëgjum për mundësit, vështërësit e punës së tyre gjatë gjithë kohës. Ju faleminderit për vëmendjen dhe shihemi në emisionin e ardhshëm me musafir tjerë kërçovar që kanë vepruar, punuar në vendet të tjera, por që çdo herë Kërçovën e kanë pas në mendjen e tyre.